Të dashur tetovar, Tetova është qyteti i 2 universiteteve që i ka dhënë dëshmor arsimit, por për fat të keq, gjendja e arsimit sot në Tetov është e mjerueshme. Në çdo fillim të vitit shkollor, prindët bien në hall se në cilën shkollë t'i dërgojnë fëmijët e tyre, të shqetësuar për sigurinë dhe cilësinë e arsimit në shkollat e Tetovës. Emërtimi i drejtorëve në shkolla bëhet sipas përkatësisë politike dhe interesave partijake. Në Tetov kemi shkollë ku 13 drejtorë janë ndryshuar për 2 vite. Kjo dukuri duhet të ndryshojë dhe drejtorët e shkollave të zgjidhen nga kolektivi i shkollës, sipas përvojës dhe meritës, dhe jo të vendosen në shtabet partijake. Arsimtarët dhe drejtorët e shkollave nuk duhet t'i shohim në tubime partijake. Të punësuarit me kontratë kushtzohen për pjesëmarrje në aktivitete partijake për të siguruar vendin e punës. Në disa raste, edhe nxënësit kushtzohen për këtë në shkëmbim për nota dhe për përmirësimin e mungesave pa leje. Një nga arsyet për shpërnguljen masive të familjeve në migrim janë edhe politikat e gabuara arsimore dhe këto e shohim çdo ditë në bankat shkollore të cilat boshadisen. Është koha që njëherë për gjithmonë t'i themi stop partizimit të arsimit në shkollat e Tetovës. Është koha që ta kthejmë dinjitetin profesionit të mësuesit dhe t'i shpëtojmë nxënësit nga kthetrat e partive politike. Voto 144 që ta luftojmë politizimin e arsimit në Tetovë.